Kujdes nga temperaturat e larta. Ky është apeli që vjen nga mjekët në ditët e nxehta verore nëpër të cilat po kalon vendi. Helmimi nga ushqimet shndrohet thuajse në një problem të zakonshëm gjatë kësaj periudhe dhe për këtë dëshmon përvoja e viteve të kaluara. Nga reparti infektiv në Spitalin e Gostivarit konstatojnë se rrezik mbeten ushqimet që rruhen në frigorifer apo vendet ku gatuhet në mënyrë kolektive dhe për më shumë persona siç janë restorantet. Aktualisht, numri i pacientëve që e pësojnë nga ushqimi nuk paraqitet shqetësues, por pasi ndodhemi në periudhë me rrezik potencial kur fillojnë dasmat dhe vinë mërgjimtarët për pushime në vendlindje, Dr. Ratko Naumovski nga reparti infektiv në Gostivar apelon për kujdes të shtuar. Ushqimi varet se ku rruhet dhe si gatuhet. Me rritjen e temperaturave, rritet numri i sëmundjeve apo infeksioneve të zorve. Ne apelojmë që derisa zgjat vale nxehtë ajrore, popullata të konsumojë ushqim të freskët që i plotëson të gjitha kushtet higjienike dhe klimaterike, të konsumohen sa më shumë lëngje. Më e rëndësishmja është që të parandalohet dehidrimi. Gjatë këtyre ditëve duhet të bëjmë kujdes maksimal për ushqimet që ham, por edhe mbi formën e përgatitjes apo gatimit të tyre. Këtu dua të potencoj aspektin higjienik të përgatitjes. Ushqimet që bartin më tepër rrezik janë ato që lehtësisht fillojnë të kontaminohen si vezët, prodhimet e qumshtit, majoneza e tjerë, por mjaft të rrezikshme janë edhe ushqimet e pasura me yndyrëra. Andaj sugjerimi jonë është që qytetarët të bëjnë kujdes mbi cilësinë e ushqimit dhe ujit që konsumojnë, por gjithashtu edhe me sasinë e tyre. Tani shpejt presim që të arrijnë të gjithë mërgjimtarët. Do të fillojnë edhe dasmat dhe zakonisht në këtë periudhë rritet numri i pacientëve tek ne ku bëjmë pjesë edhe ata që e pësojnë nga helmimi me ushqim. Ne urojmë që kjo të mos ndodhë, por nëse paraqitet si situatë, do ta ndjekim me kujdes dhe do t'i përgjigjemi me shërbime cilësore, thot Naumovski. Ai porosit që qytetarët të mos anashkalojnë simptomat e helmimit sepse pasojat mund të çojnë deri në helmime të shkallës së rëndë, ndonjëherë edhe serioze për jetën e pacientit. Diareja dhe të vjellurat janë shenjat klasike të një helmimi, ndërkohë që dehidrimi, kokëdhimbja, plagështia dhe ejthet janë shenjat pasuese të tij. Ai apelon që të respektohen masat e përgjithshme për mbrojtje nga temperaturat, të konsumohen ushqime të lehta, pemë dhe perime, sa më shumë lëngje dhe e gjithë kjo të bëhet nën kushtet e larta të higjienës personale dhe asaj përgatitore. Përvoja e viteve të mëhershme na kujton se në periudhën e verës dhe në kohën e dasmave, sidomos, kanë ndodhur helmime masive nga restorante të ndryshme që merren me organizimin e ahengjeve familjare. Për këtë arsye, Inspektorati Sanitar viteve të fundit ka intensifikuar kontrollet në terren dhe veçmas në restorantet ku organizohen dasmat, duke ndikuar kështu që edhe rastet e helmimeve masive të minimizohen. Edhe nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari rikujtojnë qytetarët që të blejnë ushqim nga vende të kontrolluara, aty ku mishi dhe produktet e tjera ushqimore si që janë vezët, qumshti dhe prodhimet e qumshtit mbahen në temperaturë adekuate apo frigorifer të posaçëm. Të mos blihet ushqim me paketim të dëmtuar dhe të bëhet kujdes me afatin e përdorimit, ndërsa pemët e perimet të lahen mirë para konsumimit.